për ata që nuk e din, realisht edhe për mu ka ardhur si një befasi, është që ti e kishe shumë pasion grimin, po e shoh këtu edhe prej krejt këtyre produkteve që i ke pru, unë nuk knaq, ashtu më knajt zemra veç ty i pa. Tregona pak për këtë pjesë, pasionin tënd për grim. Unë prej 14 vjetë, kom punu me make-up edhe prej e vogël ashtu kur jam konë gjithë kom marrë kom 2 vllajën edhe çatë kom po që e kam si pasion. Make-upin e du shumë, edhe menoj që të ardhmen me bu diçka temën, ama kohën e fundit, po më pëlqen këto trendet ma thjesht mu ly, nuk kam qef mu ly shumë. Zakonisht në ditë për ditëshme përdori veç baby cream, nuk qesh sharp. Se di. E saj përket kujdesin ndaj lëkurës, duna me ta theksu që je një prej lëkurave ma të bukra që i kom pa live. Mos me t'u besu, nuk ki as pore, as pika, as rrudha, as kur gjë. Kështu lëkura perfekte. Faleminderit shumë. I rri gati shumë. E kena edhe genetikisht, ama normal që i kom lëftu dakën e kur jam konë me e vogël. Edhe i rri gati tepër shumë e maska, e bëj rutinën e mëngjesit, bramjes. Adin ashtu nuk më zanë gjumë pa e fshi make-upin me ra me flajt, veç nëse jam tepër e laftë, edhe që ashtu, pa tjetër ka mu qumë me fshi ftyrën, tani me vazhdu se s'moj. Nuk me i flaj me shminka dhe i rri gati tepër shumë. Të paktën një herë në mujtë shkoj i bëj tretmanet ftyrës. Po dhe produktet i përdore Koreane. Për Korean. Vërtet është, po dalin që me të vërtet janë produktet ma të mira në treg, saj përket kujdesit ndaj lëkurës, se e ka një farë teknologjie shumë të avancume të kujdesit ndaj lëkurës. Po, në tutna shumë që do që i përdore, po kohën e fundit që një 2-3 vjetë, max 4, jam të i përdore vesh produktet e Korean, nuk jam të indru heq. Është që kjo që ma peq shtash, qëto e përdore, është non-stop se është shumë e mirë për akne dhe për puqra, ama Koreanëve nuk kam kohë. Po, kanë mbetë edhe tash janë hi fuqishëm edhe në tregun kosovar edhe po dalin, po që janë... So do kemi porosit online. E vërtet, po dalin që janë produkte me të vërtet shumë të mira. Po saj përket grimit, a ke ndonjë produkt preferuar? Unë e kom qef mi pyet mysafir cili është ai produkti që s'mundesh me jetu pa ta. Jeta vdekje. Kuku. E di që është e vështirë, ma duhesh më ma jepësh një produkt. Për momentin, me thonë concealer, pse se kam probleme rrotëzi, genetikisht, ka familja mamet, se ka babi, jo bile kisha ka babi për që të sen, i kanë rrotëzi, ama jo shumë teksum. E one përdori loj sani, tu i luftu që ata, edhe besoj që concealer i shkon sani që Po, e ke kështu me pa tjetër me pasë në rutinë edhe mundesh me bo edhe ftyrën edhe gjithë shka tjetër me ta dhe duket kështu lëkura shumë. Që të kohën e fundit që jam të i përdojë që ato produkte edhe kom drejtë gjumen, edhe po flaj pak ma gatë, kanë fillu me më reduktu edhe normal që se i rren gazet edhe me produkte edhe në që se i ki genetikisht pa të hek. Po, është e vështirë pa pas një farloj efekti, sidomos produktet.